Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi sot e hoqi nga rendi i ditës si seancës së 119 propozim ligjin për zbatimin e projektit Shkupi kryeqyteti evropian i kulturës 2028, i cili duhet të votohej me procedurë të shkurtuar. Propozim ligji në fjalë është dorëzuar nga një grup deputetësh të VMRO-TPM-s dhe me të parashihej që qyteti Shkupit të themelonte një fondacion të veçantë, i cili gjatë realizimit të prokurimeve të tij për projektin Shkupi 2028 nuk do të ishte i detyruar të zbatonte ligjin për prokurimin publik. Propozuesit argumentojnë se për zbatimin e një projekti të tillë nevojitet një model i veçantë i menaxhimit, i cili do të sigurojë autonomi profesionale dhe programore. Megjithatë, kjo hasi në reagime të shumta të opozitës dhe organizatave jo qeveritare, pas çka Gashi, pas një koordinimi të jashtëzakonshëm me përfaqësuesit e grupeve parlamentare, e hoqi propozim ligjin nga rendi i ditës. Por kjo nuk u prit mirë nga deputetët e opozitës. Sipas deputetit Talat Xhaferi, me këtë po shkelet rregulloria e kuvendit, pasi sipas tij, kryetari i kuvendit nuk ka të drejtë të ndryshojë rendin e ditës me të cilën e ka thirrur seancën. Ai tha se kjo e drejtë i takon vetëm propozuesit të pikës së rendit të ditës. Në 150 ju obligon nga fillimi i procedurës ligjvënëse deri në seancë ku hapet debat, deputetët kërë spaku 10 ditë pune, maksimum 20 ditë pune. Lexojeni në 150. Mos andej hidhroheni kur i thomi. Ju nuk duhet të hidhroheni, ju duhet zbatoni. Ju e shkelni në 62 kësaj rregullore ku janë përshkruar me kompetencat tuaja. Kompetenca juaj është zbatoni rregulloren, ajo ta shkelni rregulloren. Gashi tha se rregulloria e kuvendit i lejon të therras seanca urgjente dhe brenda një afati më të shkurtër dhe akuzoi se seanca po bllokohet përmes procedurave parlamentare. Sa për të dhënë një shembull se si thehet rregulloria, kjo ishte shembulli tipik. Për shembull, e merrni fjalën për me propozuar rendite dhe e theni rregullorën. E keni pas 7 vjet kohë ju kanë pas si e theni rregullorën. Edhe para koordinimit, partitë opozitare BDI, Lidhja Shqiptare dhe Aleanca për Shqiptarët reaguan se Gashi nuk po e respekton rregullorën, se materialet nuk janë dorëzuar për shqyrtim të paktën 10 ditë më parë, si dhe nuk po respektohet përdorimi i gjuhës shqipe. Nga ana tjetër, në lidhje me këtë propozim ligj, ka reaguar paraprakisht edhe platforma organizatave të shoqërisë civile për luftën kundër korrupsionit, duke i bërë thirrje kuvendit që ta ndërpres menjëherë procedurën për miratimin e ligjit dhe kërkoi që projekt ligji t'i dërgohet për shqyrtim Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Platforma paralajmëroi se projekt ligji i jep kompetenca shumë të gjera diskrecionale kryetarit të qytetit, duke krijuar hapësirë të madhe për korrupsion.